Në një hadith, pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke e përshkruar gjendjen e njerëzve ditën e Kiametit, do të vi një njeri në ditën e Kiametit përpara Zotit xhalleshanuhu dhe Allahu i madhruar i thot: "Iqra kitabek", lexoj regjistrat e veprave tuaja që i ke bërë në dunja. Njeriu do të fillojë ta lexojë regjistrin e veprave që i ka bërë në dunja, po sa herë që lexon veprën e mirë, fytyra e tij i buzëqesh dhe i shëndrit. Si një besimtar i nderuar i vëlla që sa herë vepron një vepër të mirë, ai i shëndrit fytyra dhe gëzohet, gëzim më të madh nuk ka, nga se jetën e tij dhe primat e tija i ka quar në rrugë të drejtë, në ato vepra ku Zoti xhalleshanu është i kënaqur me ta. Por sa herë që lexon një vepër të keqe që e ka bërë në këtë dunja, fytyra e tij i nxihet dhe Allahu xhalleshanuhu i thot përsëritje: "O robi im, lexoj edhe njëherë regjistrat e veprave tuaja, nga se Zoti xhalleshanuhu ja ka falur mëkatet që i ka bërë këtij njeriu." Dhe sa herë që i lexon veprat e mira që i ka bërë në këtë dunja, në shenjë falënderimi dhe mirënjohje ndaj Allahu xhalleshanuhu i bie Zotit në sejdë. E kur vin ke vend ku kanë qenë të shënuara vepra tek qija, Allahu xhalleshanuhu i ka zaventësuar këta tek qija, kurse kanë qenë të mira. Dhe robi në shenjë falënderimi ndaj Zotit xhalleshanuhu këtë rast edhe më i lumtur, nga se Allahu xhalleshanuhu ja ka falur mëkatet dhe ja ka shndruar në sevape, robi i bie në sejdë Allahu xhalleshanuhu. E njerëzit nga jashtë thuan: "Ky njeri me siguri asnjëherë nuk i ka bërë mëkate Allahu xhalleshanuhu", nga se mendojnë se ky njeri nga mirënjohja e madhe dhe sinqert që ka në zemrën e tij, ky njeri nuk ka bërë asnjë mëkate në dunja.